Padyshim, trendi i aktiviteteve ku shtetasit rus kanë përfituar në shtetësi serbe, daton që nga 2028 ku ne kemi bërë paralajmërimin që në atë kohë që janë mbi 50.000 qytetarë rus, të cilët padyshim që do të ju atribuohet një drejt nga sistemi ligjor dhe kushtetues i Serbisë që ata të përfitojnë shtetësinë e dyfish, po shtetësinë serbe, dhe kemi pastaj mund të hap një kuti të Pandorës ku dihet qartë atë që Rusia ka doktrinën e saj që në vendet ku ajo nuk mund të influencojë apo ka frikën që mund të ndryshojë struktura politike në interesat e saj, ajo më pastaj krijon momentume të tilla ku rrit numrin e shtetasëve rusë që kanë shtetësinë e dyfish të atij shteti dhe më pastaj interferon dhe investon në mënyrë sistematike për ta mbajtur në një anë sistemin e saj të kontrollit mbi atë shtet, por në anën tjetër për të mundësuar që më pastaj kemi edhe agent të cilët marrin shtetësi të dyfish dhe mund të veprojnë dhe operojnë lirshëm në tërë territorin e kontinentit evropian, meqenëse se Serbia është pjesë përbërëse e Schengen zonës, por njëkohësisht edhe këto veprime më pastaj mund të përkthehen në veprime konkrete për të destabilizuar rajonin e Ballkanit Perëndimor. Padyshim që shtetasit rus të cilët marrin shtetësinë serbe mund të lëvizin lirshëm në territorin e Ballkanit Perëndimor, respektivisht në Republikën e Kosovës, dhe nuk mund të jenë të atakueshëm nga sistemi mbrojtës i vendeve përkatëse ku ata mund të lëvizin. Pra, si shtetas serb ai nuk është që do ta kontrollohet në pikat kufitare në mënyrë të rrept, sepse ne presupozojmë se shtetas serb që në fakt ai përbën pjesë përbërëse një strukturë inteligjente të mundshme të anës ruse, ku më pastaj mund të veprojnë dhe mund të kryejnë operacione psikologjike apo jo kinetike. Unë mendoj që ne do duhet ta ngrisim këtë alarm ashtu si ka bërë Komisioni Evropian, dhe pse jo përmes forma të ndryshme dhe vendet fuqine, sepse nuk atakohet vetëm Republika e Kosovës, por edhe vendet të tjera të cilat janë në destabilitet të brendshëm politik, do duhet që ta ngrisin këtë çështje në Komisionin Evropian apo në takimet me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, që Serbisë i rikthehet regjimi i vizave dhe kështu të minimizohet mundësia e shpërndarjes së këtyre qytetarëve rusë, të cilët sipas shifrave ka kaluar apo është rreth 50.000 qytetarë, dhe imagjinoni çfarë strukture mund të përfaqësojnë ata qytetarë të cilët kanë shtetësi të dyfish nga strukturat udhëheqëse të strukturave inteligjente ushtarake dhe civile të shtetit të Rusisë.